Kënaqësinë të kem në studio profesorin asociuar, doktor i shkencave bujqësore, agronom Zef Gjeta. Profesor, përshëndetje, faleminderit për kohën tënde. Faleminderit dhe ju, jam përpjek që emri me që janë i shkurtër, janë përpjek prindrit ndërsa këto gratat e titit tani kollaj. Shumë kënaqësi vërtet që të kemi një zotëri si ju në studio. Doja t'ju pyesja fillimisht zoti Gjeta, duke qenë se ka pasur kërkesa për agronom, për sugjerime për bujqësinë nga publiku. Fillimisht doja t'ju pyesja, si e shihni ju, duke qenë se keni një eksperiencë të gjatë, zhvillimin e bujqësisë tani? Ndoshta është një pyetje shumë e gjerë, por në orientimin tuaj ndoshta disa pika që ju lënë përshtypje. Po ndoshta shkurtimisht mund të themi që pas 90-s ishte një, si me thanë, vrull shumë i madh me u largu nga bujqësia. Nga ajo që i thoshim bujqësia gjithë popullit, tani bujqësia e kërkujt. Edhe vërtet kjo ndolli duke i hequr agropërpunimin, duke i hequr këto. Mani mend që ishte 90-ën, 89-ën, mbi 50% kontributi bujqësisë në GDP, aktualisht është më poshtë se 20%. Kjo ka ndodhur si pasojë e largimit, pra agropërpunimi, mielli, këto shuhen ma bujqësi, që dikur quheshin, dhe nga ana tjetër nga largimi i njerëzve. Ne kemi kënaqësi kur themin statistika, punësojmë 40%, më pak se 40%, se na duket vedi qytetar, por ndërkohë e vuajmë kur ulemi në tavolinë. Kjo është pjesa formale, se me thanë, duhet ta them kështu formalisht, po nga ana tjetër, do të themi që vërtet njerëzit janë larguar, sepse në një, po themi, përdhogaritje të thjesht, të sakt, nga 1 hektar misër mund të marrësh 3 milion lek vjetra, 3.000 euro. Tani ti shërben gjithë vitin 1 hektari dhe përfundon në 3.000 euro, atëherë nuk të shpërblehet. Edhe kostot që janë rritur qoftë nga Po pra, sepse arrit traktori, është rrit uji, është rrit punëtori, duke i llogaritur gjitha këto nuk të del. Tu në fakt duhet ndërhyrja e shtetit. Mora misrin si një ashtu bazë, po themi perimet. Janë produkte që kërkojnë shumë punë, krah pune. Dhe njerëzit kanë mërzit tash të punojnë, ka dal Facebooku, ka dal televizori, ka dal kjo, ka dal ajo dhe thot pse të punojon. Unë punoj, po nuk më shpërblehet djersa. Vim si pasojë që po gjithnjë më shumë po rritet importi i produkteve, qoftë edhe perimeve apo frutave, por sidomos i mishit. Çobanët janë shumë të rrallë sot edhe ato në kushte shumë të vështira dhe tregojnë shifra që numri i të imtave është rreth 5 herë më pak se në kohën e mbretërisë, në kohën e zogut. Pse krahasoj me atë, sepse kullotat tona, se në kohën e zogut, livallet dhe kullotat na i lejojnë, pra ishte privat dhe në atë kohë, me kohën e partisë ishte artific. Por në kohën e zogut, ato ishin të përcaktuara livallet, kullotat, ku është vrini, ku është bjeshka, dhe kishte kapacitet për 5.6 miliona e ma shumë. Tani me statistika kemi rreth 1 milion të imta, dhe nuk është se e besoj shumë, dhe po t'i kemi 1 milion janë shumë pak. Për pasojë ne marrim kryesisht delet i marrim nga Zelanda Re, nga Australia, kurse mishin e derit që shitet edhe për viqit, edhe për kangurit, e për qatë dushti, marrim nga Argentina, nga Brazili. Nuk ka në të keqe. Mish i derit që shitet për mish viqi? Në për këto pikat e përpunimit, nga njëherë harrojnë se si e ka origjinë dhe përzinë, gjunohajnë e kanë për vete, se me thanë, por duhet them që nuk e kemi prodhim vendas. Dhe kjo është për të arë keqë. Në tërsinë e vetë, kjo kërkon një angazhim më të madh, një vëmendje qeverisë. Mjafton t'ju them që në këto 35 vjet bujqësia ka marrë, pavarësisht sa ka lënë kontribut në GDP, ka marrë rreth 1% ose më pak nga buxheti i shtetit. Tani unë e di që është përparësi mbrojtja, se po rikthehemi aty, është përparësi arsimi, infrastruktura për disa kohë. Që në fakt arsimi s'ka marrë atë vëmendjen e duhur, se unë jam pjesë e arsimit edhe kjo më shqetëson që nuk kemi financimin e dur. Për 35 vjet po them, nuk po them një qeveri apo tjetra, por e rëndësishme është që bujqësisë i kanë dhënë 1%, edhe më pak. Ka pas raste që është harxhuar, shpenzuar direkt, më pak se 0.5% e buxhetit shtetit. Alokuar. Pra, domethënë, kanë marrë rrogën ata njerëz, kanë shkuar në shtëpi, miropafshim, nuk mund bëhen politika kështu. Ka pas në këto 35 vite, kështu që nuk mundet. Domethënë, vitin 2000 kam shkruar një artikull ku thoja që bujqësia shqiptare ngjan një lope e cila milet 3 herë në ditë dhe ushqehet 1 herë në javë. Do të thotë që është e destinaluar me ngordh. Qartë. Tani, përsa i përket aspektit për të ndërgjegjësuar qytetarët për konsumin, çfarë konsumojnë? Kemi një numër të madh të produkteve bujqësore që janë të importuara.
Ka një frikë në përgjithësi për produktet të cilat mund të jenë të ndryshuara nga ana gjenetike, me OMG. Si mund të dallohen, profesor? Një pjesë e madhe e tyre janë të destinuara që të ruhen, kanë konservant të ndryshëm që t'i mbjetojnë gjithë transportit nëse vinë nga vendet largëta ose në kontinentet tjera. Po si ta dallojnë qytetarët që produkti që po konsumojnë është natyral dhe mund t'i japin dhe fëmijëve? Ka një frikë. Në lidhje me OMG-t, ne jemi relativisht mbrojtur, e para sepse nuk kemi takat që të shkojmë në këto kompani që i prodhojnë të fara, nga Monsanto që e ka burimin në Amerikë, edhe t'i përdorim. Nga ana tjetër janë barrierat europiane, pra nuk lejone, nëse Gjermania ose Franca që e ka një shikim edhe këtu, një fokus. Shikojnë që ka një tendencë për OMG-t, e bëhet me njëherë alarm. Pra, nga OMG-t jemi të mbrojtur. Kemi frikë pesticidet, pastaj ku e kemi probleme? Tani janë problemi i kimikateve, dhe me thani i plerave dhe i preparateve kimike që përdorim në mbrojtjen e bimëve. Në disa raste, si thuash, nuk është ndaj çudi, po kemi edhe dalje në analiza, kryesisht kur i bëjmë jashtë, të rrënjve të përdorura, do të thotë, të mbeturinave në tokë të rëna edhe nga koha e komunizmit. Sepse janë disa, po themi lindani, ose disa moshën time edhe me të vjetër DDT-ja, këto kanë qenë shumë helmuese, shumë të këqija. Do të thotë që nuk e kanë ditë njerëzit në atë kohë, po kanë bërë dhe shpërndarje në patate ose në bimë tjera, kështu pa mask gja, pa hiç. Janë shumë me fatë dhe shumë fort që kanë bjetu. Shumë e çuditshme në fakt. Por janë shumë helmues. Ndërkohë, megjithëse në tërësinë e vet, në bujqësinë shqiptare, sasia e kimikateve të përdorura është më e ulët për njësitë sipërfaqe se në Itali ose në Gjermani, përsëri ka vende ku nuk përdoret hiç ose nuk përdoret në masë kështu që pa konsiderueshme, ka disa ferma intensive që me atë mendimin e shpejt ose me kryesisht dembelizmi e nxite. Po themi, kemi ullishte, edhe nuk kemi fuqi punëtore për të dëmtuar barrat e egra, nuk janë barrat këqija, janë të egra, se aty ka barrat që na shpëtojnë jetën, në fakt, po jena mësuar me i thanë barrat këqija, aty janë barrat e egra dhe i fusim një spërkatje. Dhe spërkatja që na bën, e para këto mund të avullojë, një pjesë e tyre avullon dhe shkojnë në gjethen e ullirit edhe në kokrën e ullirit dhe ajo na jep kokrën kur e analizojmë jashtë vendit, vajin e ullirit, por mundet që të riqet edhe nga rrënjët. Kjo është një shembull, po. Ose mund të shmanget sepse janë zona të tëra, qoftë zona e Beratit që prodhon një sasi konsiderueshme vaj Belçi që është gjithashtu. Në kohën e sotshme, njerëzit thojnë në zonë kodrinore nuk përballohet, në fakt përballohet. Janë ca që në kohën e kaluar i thoshim motocap ose motokultivator, ose kultivator thjesht mund t'i themi, të cilët mund t'i ngasë çdo kush. Janë me sedilje, pra që mund të rishë si i traktor shumë i vogël mini, por ka dhe që i shkon mrapa, ka si një timon aty si puna bicikletës, edhe ti shkon edhe e punën tokën. Ka kosa shumë të thjeshta, që e mban në krah, është e lehtë, ka ca fije filispajat atje, edhe nuk është kaq shumë e rrezikshme si thuash, sado që është zonë kodrinore, ti e dëmton barin, nuk e lën të rritet, e ban 2-3 herë në vit këtë punë. Ka metoda me mulqërim, me mbulim. Pra, mbeturinat e gjetheve të ullirit apo të bimëve tjera që ka aty, i kosit, i pret, edhe i len aty dhe mbulohet toka. Ka mulqërim me plasmas. Dhe të gjitha këto janë pak më të lehta se sa punimi me traktor dhe më të lira, të cilat ndikojnë shumë në mosrritjen e barit. Dhe këtë duhet ta kenë parasysh gjithë fermerët të cilët duan që ta eksportojnë vajin për jashtë. Dhe një pjesë e mirë, paktën vitet e kaluara ku ka pasur krizë nga Greqia për vajrat apo në vende nga shtetet e tjera të cilat janë prodhueset më të mëdha, ka pasur një eksportim të vajit nga ana e Shqipërisë. Duhet keni parasysh që të jeni të kujdesshëm me herbicidet që përdorni sepse del në analizë në vendet që Më vjen keq që të kundërshtoj, po duhet ta kenë parasysh të gjithë fermerët, sidomos ata që prodhojnë për neve. Duhet ta kenë parasysh sepse është problem shumë po. Unë kam bërë disa herë pyetje në takimet, jo të shpeshta që bëhen në sistemin e zhvillimit rural të bujqësisë, nga Ministria, nga OJF-t edhe kështu. Pyetja ime ka qenë, dakor, të kthyen portokallat, mandarinat, shalqini, vaj ullirit, u kthye në dogan, u kthye në Kroaci. Pash ca arrestime në Fier, në fakt, në Berat ishte për mandarinat. Unë nuk dua arrestime, unë dua edukim për të mos a bërë këtë, sepse kthehen që atje e ham neve. Edhe fëmijët tonë tash
Europian janë edhe nuk duhet të hanë helme. Kështu që pyetja është që në qoftë se është me helm për Austriakun, për Gjermanin, për Italianin. Padyshim që është i dëmshëm edhe me helm është edhe për neve dhe duhet, domethënë këtu është thirrja për ndërgjegjësim. Mu nuk më kënaq arrestimi i një njeriu që ka marrë iniciativë dhe i ka kushtuar jetën bujqësisë, por duhet ndërgjegjësim më. Në kushtet kur kanë biznesin primar, ndoshta kjo është thirrja që u vete më shumë në vesh. Po, por tani duhet kombinojmë. Përfundimisht ne nuk duhet i ham ato. Dikush duhet marrë masa dhe të mos i hajmë. Tani ajo ka një specifik që një frut me kimikate nuk është i ndryshëm nga një frut pa kimikate, një produkt bio. Përveç nga i herë rastit e krimbive që është krimbi mollës. Kur kemi mollë me krim, atëherë nuk janë përdor kimikate dhe ta hajmë. Por në rastet të tjera nuk dallohen me sy dhe përpasoj bile edhe një pjesë. Po thoshe një shembull domate më herët. Po, shiko, duhet kemi një realitet, një pasqyrë qartë realitetit. Unë thash që për njësitë sipërfaqe së kultivuar kemi më pak përdorim kimikate se në nivel perëndimor, përjashto ato biot. Çfarë ndodh tani? Tek domatja përdoret 2 herë spërkatja me hormon. Rasti i parë është kur herët në pranverë, pra dikon pas një muaji, kur është bërë kati i parë i domates, po themi në sera pa ngrohje qendrore, se në fushë hapur edhe ma vonë pak, për shkak të lagështirës, të ngricave, ka tendencë me hedh lulet. Se thot po e hedhi këtë kat, edhe ndërtoj më lart, logjika gjenetike e domates. Dhe çfarë bëhet? Merret një spërkatës, edhe puf asaj lules, edhe ajo e mban lulen. Pra i jep informacion, hormoni, i jep informacion gjenetikës domates dhe e mban lulen dhe fillon të prodhoj frut. Tani kjo nuk është për të trembur fare. Pse fare? Sepse ky hormon që ne hedhim, ky kimikat, ky çfarë doni ju, që ja hedhim ka periudhën e vet shkatërimit 7 ditë. Karenca quhet në shkencë, në bujqësi, në mbrojtjen e bimëve. Pra, ti nëse e hedh edhe në tokë dikun, ai pas 7 ditësh është vetë zbërthyer, nuk është më helm, nuk është më shpërbëhet, nuk na bën dëm. Ama spërkatja e dytë që përdoret, se mos të harrojmë, fermeri nuk është i pamëndshëm, sidomos kur lidhet me kuletën, sepse këto hormone kushtojnë shtrejt. Aq shtrejt sa vihen edhe me kontraband, me çanta, pra ja vlen. Janë kështu këto të ndaluara që kushtojnë shumë. Pra nuk mund ta përdori kot ai, e përdor me një qëllim caktuar. Përdorimi i dytë është kur në qoftë se ka ardhur një kamion në katundin tonë aty, ose vjen nesër, po domatja do edhe 5-6 ditë ose një javë të skuqet, ai merr përsëri një hormon që është hormon tjetër, e spërkat këtë dhe të nesme në mjes i ka gjitha të kuqe. Ky tani është i rrezikshëm, sepse ky mund bajnë 7 ditë, 10 ditë, 15 ditë me arë të unë konsumatori, por mund të vijë edhe të nesmen. Dhe unë e marr që është shumë e keq. Tani spërkatja është si përfaqësore apo është injektim? Jo, është në frut. Pra, në rastin e parë, vetëm te lulesa e katit parë, se domatet janë të vogla në atë kohë, edhe e përdorin racional sepse shkon dam kot. Në rastin kur don me skuq vetëm frutit, mundësisht vetëm frutit. Dhe është i përqendruar aty. Po bën punë larja, çfarë duhet të bëjmë? Jo, nuk bën asgjë. Ajo është mos përdorimi, është zgjidhja shumë e mirë. Sepse domatja ose çdo frut ka një periudhë caktuar kur ai grumbullon sheqerna, grumbullon proteina, bëhet gati me ardhi pjekur. Kur ti e bën me zort, nuk ka dhe shijen e duhur, nuk ka dhe parametrat e tjerë të duhur, i ke bë me shtys, me sforco. Artificialisht. Po, artificialisht, gjë që është si thuash një mundës i peshës 50 kg, të çoj atë peshën e 100 kg. Nuk bëhet, as sforco shumë e madhe. Kështu që shkon dëm me hadreqi. Është qartë. Mirë, shumë faleminderit për shpjegimet, profesor. Tani ne do të presim telefonat e para, hapim telefonin nëse ka pyetje për zotin Gjeda, për profesorin, lidhur me orientime që mund të kërkoni apo shqetësime. Ditë më parë më telefonoi një zotëri i cili kërkonte dhe më fliste për smundjen e ullinjve. Gjithsesi, kemi një tjetër rast, kemi telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Po, zotëri. Jam interesuar. Po? Ke agronomi. Po? Kam një bache të vogël të sa për vetën time, dhe problemi është në qoftë se unë spërkas me helm që thahet bari, dëmton trunjët, ose rrejt e portokallave, ose moll, kam pjesë ndryshme. Po. Përgjigja është nuk duhet ta përdorni kimikatin. Duhet ta hiqni me dorë, tham, duhet ta bani me mulçërim, qoftë me deg pemësh, qoftë me plasmas të zi, ose me një
motocap, ose me shati pritni ato, ose edhe me korse barit. Mund të, në qoftë se jeni afër qytetit, se me sa thoni Baçe, do t'jeni dikun qytet, merr atë lulishtes, edhe e kosit barin disa herë, e korre dhe e len aty. Jo, po është grami infektohet nga rrejt gjithmonë. Grami i thot populli shedh ridonge, du ta punosh her pas here. Jo, me një cap, jo shat, se t'loll shumë, janë me 2 deg, mund ta porosishësh ose e blen në këto dyqane ka sa duash, ai nuk të loll. Është edhe i fare glentistit edhe e heq ka dalë, dhe do bash një 2 vjeti për ta zhdukur gramin, sepse nuk ke pse i futesh me furi, por për të larguar, dhe du të kuptojmë edhe një gjë, që portokalli, ulliri, çfarë keni aty ato pemë frutore, vërtet thoshim gjithmonë që barat e këqija ja marrin gjithë ushimin, jetën, ato mund bashketojnë, gjithmonë kanë bashketu, nuk është si po pate ca gram u shem dynjaja dhe nuk merr prodhim. Aja ka dhe i farë lezeti që e shkel, por mënyra është jo kimike. Të lutem mos përdor kimikate. Shumë faleminderit, zoti Gjeta, për përgjigjen, faleminderit dhe zotërisë për telefonatën. Presim dikë tjetër në studio. Numrin e keni të afishuar në ekran, për çdo pyetje që mund të keni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes i zotëri. Unë kërkova agronomin fakt. Të lutem afroje pak telefonin zotëri se nuk dëgjohesh mirë, që t'jesh më i qartë. Për smurën në ullirit do të nisem agronomin. Po edhe njëherë lutem nuk... Po, e dëgjova për smundjet e ullirit. Shiko, ulliri si çdo bim tjetër ka disa. Ka smundje dhe dëmtues. Tani, ka dalë kjo, sidomos po përqendrohemi te dëmtuesit, mira është ta bani me feromone. Pra, janë disa gjëra, po e themi shumë thjesht, disa fisha që varen në degët e ullirit, ato tërheqin meshkujt dhe ato, më falni, luajnë rolin e mashkullit, i tërheqin femrat aty dhe ngecin aty dhe nuk prolojnë vezë. Sepse femra i lçon vezët kur po formohet kokra e ullirit dhe zhvillohen bashkë me të dhe pastaj e dëmton. Në qoftë se këto e tërheqin, ato nuk pjellin vezë. Tani nuk është 100% kjo, nuk e preashton të gjithën, por kjo është një metodë mirë për ta ulur shumë dhe ulet në mënyrë të ndjeshme miza ullirit. Ndërkohë që do të jepej diçka konkrete, prandaj nuk e kisha llafën për përgjithshmet. Po më thoni. Kjo është fillimisht fillon zbehet djethja, në një ngjyrë bezh, masanaj pengon rritjen, edhe thahet deg, nuk regenerohet më. Po ju kuptoj, nuk është kancer. Zbehet gjethja në çdo pjesë të trupit të ullirit? Fillon nga maja. Nga maja. Masanaj fillon edhe dega, më thënë. Edhe kur e kam preu në ta, ka marrë ngjyrë kafe nga mbrenda. Shiko, të lutem, është pak, ne po përpiqemi të ndihmojmë diçka, po është si të vizitosh një çmur duke qenë ai te shtëpia. Ju keni nevojë të domosdoshmëri për të vizituar nga një mjek, nga një agronom, falni, dhe nga një agronom i mbrojtjes së bimëve. Sepse nëse nuk shifet atje, duhet bë analiza, se ndoshta aty ka një, pa ja fuskotun, ka një pllak zifti, qofse është dhe e hellur, më fal për krahasimin kote, që nuk e lejon me u zhvillu, sepse këto mbeturinat e naftës, siç është edhe zifti, janë shumë të këqija. Aludova krejt kote, mund të ketë një burim uji aty me një mineral që atë nuk e lën me u rrit. Mund të ketë një... Duhet parë konkretisht. Duhet parë konkretisht atje. Unë nuk ta them, nuk ta zill dot që këtu. Po, mirë, faleminderit për shpjegimin, faleminderit zotërisë për telefonatën, presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni, jeni drejt për drejt. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zoj. Mirëmëngjes. Zonjë. Jam një zonjë që jam interesuar të di për sëmundjen e limonit. Kam një limon dhe kokrat janë rritur kokrat, por janë të mbuluara me një shtret si pun bloze. Me se mund ta luftoj këtë? Shiko Zoj, me siguri që nuk i keni bë krahasitjen e duhur, tek ky limoni juaj nuk hyn drita si duhet dhe nuk ajroset si duhet. Megjithatë, në këto kushte,
ju mund të përdorni një recetë shumë të thjeshtë, të cilin mund ta bani edhe vetë, por me pak kujdes. Duhet merrni një shishe Coca-Cola dhe ta mbushni deri në gjysmë me uthull dhe gjysmën tjetër me ujë. Por pa e mbushur plot fare, aty do hidhni 5-6 speca djegës të coptuar, kujdes përdorni me dorez sepse ju djeg lëkura e duarve, dhe 5-6 thalë bi një hudër, i shtypni me thik, ose i grini imët e hidhni aty. I lini 24 orë, kullojni dhe me një nga këto forte kaza që i themi neve, me një nga ato mund të bësh një spërkatje. Po. Dhe këte mund të apërsishes 2 ose 3 herë në vit. Shumë faleminderit. Faleminderit, zoti Gjeda, faleminderit e zonjës për telefonatën. Një bot e jashtëzakonshme, shumë interesante, një bot nga ne ku vim. Ky lëng mund edhe të konsumohet, të pihet, ai të djeg pak, po është fare natyral, fare organik, nuk i ban dam kërkuj. Dhe shpëton nga të gjithë gjallësat, madje edhe për këto myqet ban shumë punë, por sidomos për insektet i largon të gjitha. Madje edhe mushkoja. Shumë faleminderit zoti Gjeda, nuk kemi kohë të marrim telefonata të tjera, gjithsesi ndoshta ishte shumë interesante për mua dhe ju dëgjova shumë duke mos i lënë shumë hapësirë telefonuesve për të folur, gjithsesi ishte shumë Nëse është e mundur edhe një fjali do thoja, një rekomandim për të gjithë, sidomos të qytetësit, që në qoftë se ka 2 vazo në shtëpi, në balkon kudo që t'i ketë, njëra duhet të jetë bim që i prodhon frut. Një spes djegës, një erës, një çardojnë, pra njëra le të jetë lule, po a ka më bukur se sa një spes djegës që e ke aty ka format bukura si këmbor, nga më të ndryshmet, a i qel lule, ka dhe fruta gjatë gjithë vitit duket bukur. Pse nuk e mbjell? Mbjell një majdanoz, mbjell një erës tjetër, një çaj mali, një çfarë të duash, sepse të jep edhe efektin e bimës së gjallë dhe të zbukuruese, po të jep edhe një prodhim. Shumë faleminderit profesor, shumë kënaqësi vërtet. Faleminderit Kishën studio. Faleminderit dhe ju nderuar televizionistë për vëmendjen tuaj.